Zotit Kurti çfarëdo që ai dëshiron. Dhe kur them detyrimet, nënkupton shumicën e thjeshtë. Ai duhet të jetë personi që mban pishtarin dhe thret në tavolinë dhe dialogon me çdo që dëshiron brenda kuvendit Kosovës për ta krijuar shumicën e thjeshtë. Dhe kjo nënkupton zgjedhjen e kryetarit kuvendit, por edhe mundësinë e shumicës së thjeshtë për ta votuar qeverinë e Kosovës. Andaj, nëse zotri Kurti nuk ka arritur gjë që duket në çdo seancë, domethënë janë 54, 56, 57, aty nuk i ka numrat. Kjo situatë e zhagitjes i konvenon në dy mënyra. E para, konvenon vetëvendosjes. Natyrisht se i konvenon, sepse zotri Kurti vazhdon të shkruajnë në zyrën e kryeministrit, vazhdon të nënshkruajë kontrata, vazhdojnë të qarkullojnë para të nënshkruara nga digasteret e ndryshme, hiç më larg se dje apo pardje ishte një kontratë nënshkruar për 3 vjetët e ardhshme për biletat e avionëve, dhe shumë kontrata të tjera që po i shohim, qofshin dhe këto të energjisë, dhe për të është fush me lule, ta them kushtimisht, sepse kuvend nuk ka, llogaridhënie nuk ka, ai pushtetin vazhdon ta mbaj, nuk i respekton, me qenë se e shkel kushtetutën sa e so herë, edhe gjatë mandatit të tij 4 vjeçar, por edhe tani, nuk e ka problem as kompetencat e ligjit për qeverinë që janë të limituara për qeverinë e detyrë t'i shkel, sepse fakti që ata janë betuar, zotri Kurti dhe ministrat e tij janë betuar në kuvendin e Kosovës, nuk kanë mundësi dhe nuk do duhej më të shkonin në zyrat e qeverisë, sepse ligji për qeverinë e thot qartë në 26.1 që akterët që janë në qeverinë e detyrë, në momentin që zgjedhen deputet, dhe sidomos në momentin kur betohen në kuvendin e Kosovës dhe legjitimojnë mandatin e tyre me betimin si deputet, duhet thjesht të mos ushtrojnë rolin në ekzekutiv. Njëjtë thot edhe Kushtetuta e Kosovës në 72 për papajtueshmërinë, thjesht e tregon që deputeti i kuvendit Kosovës nuk mund të ketë pozicion në ekzekutiv as në ndërmarrje publike. Qartë, zonja Hoxha, duke parë këtë insistim pra të vetëvendosjes me zonën Haxhiu që të jetë kryetare e kuvendit, si të dilet nga kjo situatë, cila është zgjidhja sipas PDK-s pra? Shikoni, ne nuk jemi aty për t'i dhënë zgjidhje zotit Kurti. Ai ka fituar zgjedhjet, atij i takon mandati dhe propozimi për kuvend Kosovës, dhe nëse ai për të 15 herë nuk e kupton që duhet bëj një lëvizje tjetër dhe të mendoj se si ta krijoj hapësirën për të ecur përpara, përbes kjo është e pafalshme. Partitë opozitare kanë dhënë opsione të ndryshme, i kanë thënë ndroje personin, dhe tani nëse ka mbetur shteti i Kosovës peng vetëm në një emër të përveçëm, për mua është për keqardhje, thënë të drejtën. Se është e papranueshme, zonja Albina Haxhiu,